Ja, mirë është edhe kjo. Ajo është më, domethënë, ajo ka gjithë gjën e krijuar këtu dhe duhet menaxhoj. Duhet me menaxhu shumë mirë. E stano, tashti, ajo në raportin me ty çfarë çosi ka pas me ty, çfarë sjellje ka pas ajo? Shikoj, unë do të them. Kam qenë më afër unë edhe në këtë gjë. Do të them një gjë. Unë e kam vlerësuar Jelën si gocën që kam njohur. Kupton? Po. E kam vlerësuar si vajzën që kam njohur, e kam vlerësuar. Por nuk e kam pëlqyer kurrë në sensin e ndërtimit të një lidhjeje me të. Po. E ato fjalët e mia të dhomës rrëfimit janë fjalë që unë i kam thënë në muhabet dhe sipër, se ne e kemi komfortin aty brenda të flasim lirshëm. Edhe jo të nuk ka kon kur gjë keqe, do doja që është. Unë i kam thënë do kisha dashur ta Po shumë. E kam rujt. Të nderja ka bërë. E ke rujt shumë. Po, shumë e kam rujt. Edhe domethënë unë i kam thënë do kisha dashur ta kisha dashur Jelën. Dhe do ta vazhdoj të them mrapa? Po nuk është rasti. Ta them e mbaj mend tekstualisht çka kam thënë. Sa deri aty ajo s'del. Bravo. Kupton? Po ja them po nuk është rasti. Se kur e shikoj kështu në ca anë të saj, kishte karakteristika shumë të bukura që mua më dukeshin tamam karakteristikat një goce. Ju më keni idenë që makarona Shtelini ka bët tani. Bravo. Po më përzihet kaq shumë që nuk e di pse. Ai doni gjysmë pikante dhe gjysmë me pesto dhe pana, të dyja me